kemi një mundësi historike e cila është krijuar nga një përputhje e shumë e mirë se ardhur me dhe unë e rrethanave tona të brendshme me rrethanat e jashtme të Europës dhe për herë të parë në memorien time dëshira jonë për të hyrë në Bashkimin Evropian si antar me drejta plota përkon me dëshirën e tyre për të na pranuar si të tillë. Kjo përputhje nuk ka qenë asnjëherë e tillë që nga rënia e komunizmit. Kur ata ishin më të hapur, ne ishim tërësisht të pa përgatitur. Kur ne filluam të jemi më të përgatitur, ata ishin më pak të hapur. Dhe faktikisht procesi është marrë në një farë mënyre peng nga mos përputhja e këtyre të dyjave. Sot të dyja këto janë të përputhura dhe mundësia është e artë për ne, por në të njëjtën kohë është e kushzuar nga shfrytëzimi maksimal i kohës. Sepse ne nuk e dim se ç'do ndodhi nesër dhe nëse do t'i referohemi eksperiencës dhe mësimit historisë, ka më shumë gjas që gjërat të kthehen siç ishin, pra që ata të jenë më pak të interesuar, po që se ne nuk e shfrytëzojmë këtë mundësi dhe këtë hapësirë kohore, relativisht të shkurtër prej pak vitesh. Them të shkurtër prej pak vitesh, sepse pak vite në gjithë të histori janë vërtet një kohë shkurtër, por edhe më shumë se kaq, pak vite janë jashtëzakonisht pak për sa shumë gjëra ne do të bëjmë në një kohë. Faktikisht, ne na është hapur rruga kohët e fundit në mënyrë shumë të jashtëzakonshme për mënyrën se si funksionon Bashkimi Evropian. Na është dhënë një kalendar që është shumë ambicioz për të mbyllur negociatat brenda 2027-s, duke pas parasysh që ne negociatat i nisëm konkretisht dhe ulëm konkretisht vetëm vjet, madje në gjysmën e dytë të vitit të shkuar, i bie që gjithë negociatat zgjasin vetëm 3 vjet. Është e pa parë dhe e pa ndodhur më parë. Për të tjerët, Kroacia ka marrë shumë më tepër kohë e të tjerë. Malizi që është në të njëjtin pozicion me ne, ka vite që negocion. Janë volume të tëra pune që nuk mundet dot të bëhen nëse nuk shfrytëzohet çdo ditë. Kështu që çdo parafytyrim i një lëkundjeje është katastrofik për vendin tonë. Dhe një mbështetje masive për Partinë Socialiste, për qeverinë tonë në këto zgjedhje është në fakt më shumë se sa një mbështetje për ne. Është një mbështetje masive për të mos e humbur trenin e historisë. Trenin e historisë dhe për të arritur në stacion. Që ne të hymë në Bashkimin Evropian do të mbyllim negociatat. Në momentin që ne mbyllim negociatat, ne kemi kryer punë. Pastaj është koha e ratifikimit në parlamentet e tjera, po kjo është një çështje tjetër. Nuk është më një problem që mund të merret e të kthehet në një instrument për lloj-lloj agendash të lloj-lloj lojtarëve që janë jashtë vullnetit tonë. Tani, pse është i rëndësishëm Bashkimi Evropian? Nuk e kam menduar, me thënë të drejtën, që do vinte momenti që do duhet thosha dhe këtë, sepse askush se ka menduar, por sot në çfarë po shohim dhe me çfarë po ndodh, Bashkimi Evropian është i rëndësishëm edhe për
ekzistencën, për sigurinë, kështu siç po shkojnë gjërat. Dhe gjithë përpjekja që po bën sot Bashkimi Evropian dhe që unë jam i bindur më herët se vonë do të jetë një përpjekje e gjithë kontinentit ton. Flas për të gjitha vendet demokratike që do të mblidhen në Tiranë në 16 maj, është një qasje komplet e re ndaj sigurisë, ndaj mbrojtjes dhe ndaj sensit të përbashkët të sigurisë. Kjo është diçka e re. Por është diçka urgjente e kohës. Dhe këtu na duhet leadership, na duhet qëndrueshmëri, na duhet stabilitet i plot në këtë marrëdhënie. Na duhen të gjitha ato të cilat ne i kemi ndërtuar me kaq mund dhe me kaq durim në këto vite. Dhe nuk ka ardhur akoma koha që raporti ynë me Bashkimin Evropian të jetë i pavarur nga kush qeverisë në Shqipëri. Ajo kohë vjen në momentin kur ne bëhemi antar. Për sa kohë ne nuk jemi antar, ka shumë rëndësi se kush qeverisë në Shqipëri. Dhe është bërë një investim shumë i madh në këto vite që ne të kemi këtë partneritet, të kemi këtë respekt reciprok dhe të kemi këtë besim tek Shqipëria. Çdo lloj lëkundje dhe çdo lloj tangoje me kujtim gjuzin do krijonte një lëkundje të përgjithshme. Dhe kujtim gjuzi është lulja më e bukur në atë buqet. Lulja më e bukur, ma besoni. Është ku ma gjenë. Tjetra që ka shumë rëndësi është që na duhet Bashkimi Evropian sot dhe na duhet të jemi antar Bashkimit Evropian sa më parë për të marrë një fuqi të re financiare, troç financiare, përveç të gjitha të mirave tjera që ka antarësimi, sepse momentin kur ne hym Bashkimin Evropian, hym në kategorinë e shteteve që quhen përfituese. Bashkimi Evropian ka dy kategori, kontribues dhe përfitues. Kontribuesit janë ata më të mëdhenj, më të fuqishmit. Përfituesit janë ata më të vegjëlit, dhe është një familje ku më të fortën ndihmojnë më të dobtit, më të mëdhenj ndihmojnë më të vegjëlit, më të zhvilluarit ndihmojnë ata që duhet të zhvillohen më shpejt. Dhe kjo do të thotë që krahas buxhetit që ne kemi, atë ardhurat taksave, kemi dhe një buxhet ekstra për të gjitha gjërat për cilat kemi ende shumë nevojë. Edhe për rinin dhe për universitetet, dhe për punësimin e trinjve, dhe për garancinë rinore që quhet me një fjalë të vetme, Bashkimi Evropian është një game changer i jashtëzakonshëm. Ndryshon komplet lojën. Por përtej kësaj është edhe një ngritje e jashtëzakonshme morale në aspektin e të qenit jo vetëm të barabartë përpara Zotit dhe përpara pasqyrës, sepse jemi njësoj njerëz, po të qenit të barabartë me vull, njësoj. Edhe në pasaportën tuaj, në momentin që ne hymë Bashkimin Evropian, nuk do shkruhet vetëm Republika e Shqipërisë, por do shkruhet Bashkimi Evropian. Dhe ajo pasaport do t'ju japi juve të njëjtën vlerë në qytetërimin e organizuar Evropian, njësoj si francezët si gjermanët. Zoket më asnjë lodhim. Të njëjtat të drejta. Çfarë do të thotë njëjtat të drejta? Sot një shqiptar nuk çohet dot në mëngjes dhe të niset dhe të arrijë darke në një vend të Bashkimit Evropian dhe thotë po e ndaloj makinën këtu dhe unë do jetoj këtu. Ose po nisem për të shkuar atje se do shkoj të kërkoj një punë atje. Ose. Sot janë shumë të ngatruara gjërat. Në Bashkimin Evropian me një herë Shqipëria bëhet si
si ta themi, si Pogradeci dhe Kroacia bëhet si Korça, e më tutje Slovenia bëhet si Vlora, e pastaj më tutje akoma Austria është si Tirana. Pra jemi një vend, kemi të njëjtat rregulla, kemi të njëjtat aksese, por sigurisht kemi institucionet e veçanta të vetë qeverisjes brendshme, ndërkohë që kemi një qeverisje të përbashkët. Është komplet gjë tjetër. Dhe kjo garanton pakthyeshmërinë mbrapa që nuk është e garantuar asnjëherë për sa kohë ne nuk jemi aty. Ne në Europë ishim edhe kur erdhi Sudia me Rapushin. Ishim unë mes të Europës kur Sudia dhe Rapushi erdhën dhe morën në dorë financat e Shqipërisë me bekimin e kujtimit. Kujtim gjuzit. Ne në Europë ishim edhe kur kishim diktaturën. Ne në Europë ishim dhe më përpara kur Europa ishte në të tjera ujëra dhe ne ishim në të tjera ujëra komplet. Dhe gjëja që ne na garanton futja në Bashkimin Evropian është që liria juaj individuale nuk mund të diskutohet më dhe nuk mund të cënohet më në asnjë formë nga askush këtu. Barazia juaj para ligjit nuk mund të vëhet më në dyshim dhe nuk mund të diskutohet më nga askush këtu. Se nuk diskutohet në Europë që do jeni të barabartë para ligjit njësoj si të tjerët. Dhe në askush nuk mund t'ju diskriminoj atje me që jeni shqiptar. Askush nuk mund të çojë ik tani. Dhe standardet demokratike të bashkëjetesës, liria për punë, liria e drejta për punë, e drejta këtu, e drejta aty, të gjitha të garantuara. Këto gjëra nuk i kanë afganët, nuk i kanë irakienët, nuk i kanë të tjerët që kanë dalë nga diktaturat e janë përpjekur të bëjnë demokraci dhe prapë kanë rënë në për situata të tmerrshme. Ose gjysmë të tmerrshme, ose gjysmë autokratike e tjerë. Sepse nuk e kanë Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është projekti më i jashtëzakonshëm politik i njerëzimit. Nuk diskutohet që është një projekt i pa përfunduar dhe prandaj ka probleme dobësi e tjerë, por nuk ka një gjë tjetër. Dhe në një botë ku Europa nuk është më fuqia që ishte, nga ripamja e peshës në ekonominë e përgjithshme botërore, Bashkimi Evropian është përgjigja. Fuqizimi, zgjerimi, krijimi i Shtetit Bashkuar të Europës është përgjigja. Do të kërkoj kohën e vet. Por ne duhet jemi brenda. Dhe ky është momenti, kjo është më e bukur tani. Ne të gjitha këto i kemi folur, po asnjëherë ne nuk e kemi parë momentin siç shohim këtu këtë hapësirën. Dhe ky është 11 maj dhe për të gjithë të tjerat, për të vazhdimsinë e të gjitha gjërave të tjera që unë s'dua tani t'ju lodh kokën ju se kemi bërë këtë, kemi bërë atë, sepse në një këndvështrim kemi bërë jashtëzakonisht shumë, në një këndvështrim tjetër ka shumë akoma për të bërë. Por kjo është përtej këtyre. Kjo që po flas është përtej rrugëve, përtej kurudhave, përtej infrastrukturave, përtej të gjithave. Të gjitha pembe që mbjellim e gjitha. Kjo është ekzistenciale për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar. Dhe ky është 11 maj. Unë quhem Iris Xhanaj, kam mbaruar studimet e larta në Universitetin Publik La Sapienza në Rom, Itali. Çka dua të them unë është që të gjitha arritjet për rinin sot mbajnë siglën e Partisë Socialiste, por edhe firmën e Edi Rama. Konkretisht unë dua t'ju pyes, ku buron gjithë kjo energjia juaj? Tani për sa i përket energjisë, kjo është çështje një çik më personale. Për mua politika nuk është profesion, nuk është punë, nuk është
zanat jo, nuk është karrierë në kuptimin që i jepet karrierës, është pasion edhe është mision. Dhe për hir të vërtetës, nga mënyra se si ka ndodhur me mua, po shikosh momentet kyçe që më kanë bërë të merrem me këtë punë, ka qenë në një farë mënyrë edhe fat, edhe lojë e fatit më saktë. Sepse nuk kanë qenë vendimarrje të menduar e gjatë etj, por kanë qenë rrethana. Dhe e fundit ka të bëjë edhe me historinë, domethënë, në moshën tuaj unë isha në jetoja në një regjim tjetër, s'kishte lidhje me këtë sot. Dhe ishte një betejë për liri personale, nuk kishte lidhje me zgjedhje me alternativa, ishte betejë për liri personale dhe kështu që rrethanat e kanë sjellë që të ngec këtu në këtë valle. Kjo është gjëja dhe unë i them zjarri i brendshëm, domethënë nëse kur njeriu unë paktën se nuk them njeriu se njerëzit janë lloj-lloj, po për sa kohë kam këtë zjarrin e brendshëm, nuk kam nevojë të mendoj se ku t'i gjej energjitë. Pastaj nëse zjarri fillon edhe shuhet, atëherë do jetë e vështirë për të gjetur energjitë dhe kaq. Po në këtë gjë më mban ajo që u thash, domethënë fakti që ne mund ta mbarojmë këtë ne. Unë, se Gerda me ju do vazhdoni, po fakti që mund ta përmbyllim këtë fazë historike duke u antarësuar Bashkimin Evropian. Edhe në një farë mënyrë është edhe një lloj akmarrje për gjithçka që ka ndodhur në të shkuarën, në të gjitha nivelet. Kjo është pak a shumë përgjigjja që unë do jepja. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi.